Serbia arreston një shushtarin e Kosharës, Osmani bën thirrje për t'i shmangur udhëtimet nëpër Serbi. KCZ-ja miratoi buxhetin për zgjedhjet, flet votimet e diasporës do të dërgohen me postë. Hapësira e informimit në Kosovë mbetet e prekshme nga manipulimi dhe ndërhyrjet e jashtme. Nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës mbi baza gjinore. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Rreth 11.5 milion euro do t'i kushtojnë buxhetit të vendit zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. 3 milion nga ky buxhet do të destinohen vetëm për votimin e Mergatës. Pikërisht Mergata ishte temë debati e mos pajtimi mes anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë, me 6 vota për, u miratua propozimi i PDK-s, LDK-s dhe AK-s, që në buxhetin e propozuar nga Sekretariati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të shtohet edhe shuma për realizimin e votimit nga jashtë, përmes dërgimit të fletvotimeve me postë, propozim që u kundërshtua nga vetëvendosje. Të nderuar shikues, ishin këto të gjitha informacionet të cilat mund t'i gjeni edhe në rrjetet tona sociale dhe në rtklive.com. Takohemi bashkë në edicionin e orës 23.